si gjë vllai me atë, fol me atë tipo. Okej, me shoku po flas. Ky është xhaxhi Klodit. Jo çam thot. Ky e policisë. O vllai, po tash gjoj sekond, gjoj pak. Si ka mundësi që vinim shani ju mu dhe thoni do të shkojmë policisë, po kuptoj. Ti edhe Nipça jot, pse më shani dhe më thotë do të shkojmë polici? O, zotri, ti e punojës policie, pse më thu mu ti? Okej, po pse tashi se kuptoj dot, pse do me më denoncu? A do më gjosh një sekond? Pse do me më denoncu ti mu kur nipi jot vjen më shan, do dhe me më shiropte dhe do dhe me më denoncu ju. Kur nipi jot vjen më shan, do dhe me më shirop, do dhe me më denoncu. A ka mundësi vllai të vish më takosh në Tiranë 10 minuta fort? Po, dje i kam këtu në gjitha bisedës, s'jam karë në qa njerëzit kodët. Jo mu, ka sha 3 vetaj, pa i ram qafa si gjënë. Ka sha atë shokun tim stresin, po stresin për qa e ka sha ojësin tjetërit, për qa? Për qa? Pse zjatë të kontesh? Jo, unë po e zjase vllai se kur unë jam të rezitime, pa i ram qaf njeriu, tashi, unë po ta them kështu se ti e ke nip, që dakor, ti po më thumë dil kërkoj falje. Po nëse ai nipi jot në kashamu i pari, bime me degeneru pastaj? Tashi nuk e kena këtu se kush ka shaj parja. Po pra mirë, në rregull, unë nuk dua as policia si gjë, se ti për polici. O vllai, ti për polici. Ti ke shajt i pari. Në rregull, ti për polici, di me shku dhe unë policia. Ka mundësi të vish të takosh 10 minuta ose të vi unë ku dush ti? O Klod, ta i shi racën pillën, o Klod, o rëpshim. O pillë rëpsh, ta i shi racën pillë rëpshirë. E di që flet me Arkimetin, po do ta i shim racën, ma e mend që do të bëjmë, rëpshim. Ike zotri, se ti e në rregull, ik, qa? Ka akoma gjëra tjera, po nuk du me i thënë. Nuk du me i thënë këto tjera se s'kam qef me bë. Thjesht i kam dhënë kohë, i kam thënë deri nesër, se mori bash dje me vllajën e vet, më tha, për zotin s'po ju rrej. Mori dje me vllajën e vet, mu merdi keq që ja shava këtë vllajën, se më shava i pari s'ka pas faj dhe i se i djeg edhe vllajin tjetër i djegi. Merdi keq për këtë vllajën e vet se kam pas respekt. Po më shava, mori dje më tha mu, Klodi du me tartha me takutha si burra, tha me myll mohabetin. Po, do vi tek pull, tha, hajde me këtë dush, thash. Po mos më prim besë, si mos pres besë. Ora do të shirë optere, qa mos prim besë, hajde me këtë dush. Okej, ço lokacionin, ja çova lokacionin, edhe ti dhe vllajt më shkruan mu nuk vi thot. Hajde ti Durrës. Pa po më thu do të shira, ta ke shkuën Luqe me më kërku. A ke shkuën Tiranë me më kërku. Hajde pra na lokacionin, hajde. A më shave vet, unë punë time, më thej do të shira, do të shi familjen. A më thej kështu, unë punë time. Na lokacionin, pse shkon Luqe? Unë jam Tiranë. Na lokacionin, hajde. Ç'a ka këtu? Ç'a ka vlla? Na lokacionin, hajde re. Nuk do në shkencë me të shkuën, o vllai, na. Ta tregoj unë, një sekond. Pse do në shkencë, është në shkencë e madhe? Shive qik. Do ta tregoj edhe emrin e babit, edhe emrin e mamit, do t'i them. Nëse më thu, po t'i them. Shive qik, e ke shpin këtu ti? A e ke shpin këtu erë? Ha? A e ke shpin këtu? Hare, kot me të thënë, a i ke shpin këtu? Jo? Ja qifsha rop të rejcit. Po nuk ka sens ta di dhe shpinën, po qa do bëj unë të shpia jote? Qa do t'i vi babi tatë? Qa do bëj? Do t'i vi mami tatë, do t'i vi grus tatë, do t'i vi vlaj tatë? Qa taksirati ka në tore? Ore, di dhe unë me bë kështu, shkoj te komisariati, them di e mi kërcënum kështu si ndihet zoti Klod Osmani, them di e mi kërcënum dhe unë, që kur të plasi sherri, nëse kapemi plas sherri, të paktën mos bëj unë burg. Kush jeti që më thut ka kap frika se... Mos jetë në i shok të më thënë me shaka se do të shaj. Kush je? O dë, t'je. Re drejq. Se të pas kam veç në umë, prit të regjistroj. Re drejq, se dësh marëm. I kërëm shqyqy që toja qave të të prap me ty. Ti po, ty s'kam qatë bëjmë, ti e rotkari, ti të ref, se ti e ke me vepra.
qarë, ti ke gjujt në pistolet, hyn internet, kërkova unë, filani fisteku, thash, ikër e rotkari me këtë. Ky shkreti thuj, hajde pim kafe, jo, i them, nuk du respekt, të rujt zoti. E ke vepër, s'kam që... Ata shifsha motrën tjerë. Ata shifsha rop ty tjetëri që shkujt e këtu mërë motrë qirë. Ata shifsha motrën pjëth dhe rëp qirë. Po qa thuare o ti? O dam poj. Prit. Po për kokë familjes, o bro, ti që je këtu, për kokë të vlajt o plak, nuk është të më zënë gjumi, vdek familje nuk është të më zënë gjumi. Për kokë të vlajt nuk është të më zënë gjumi, mërbur. Për kokë të robe nuk është të më zënë gjumi. Për kokë të familjes. Na dhe ky, na. Jetë quni, o Tahir, jetë quni me i poshtër, se ti rrinë Durrës. Sa herë ka marrë të parfumeria jote në Durrës, sa herë ka marrë. Nuk du me të thënë e budalik, se jam kartë, është i zdi qa flasë. Të vdekshin ro, po s'ke të regu të vërtetën, nëse ka marrë dhe herë me njerës. Ha? Të premten ke qenë Durrës me stresin. Jo, të premten s'kam qenë, kam qenë Tejten. Tejten kam qenë me stresin, të premten kam dash me ik. Të premten ka ik stresin Durrës. Gjithmonë tek pullës me nej gocë. Unë të kam pa në Durrës për zotin të lujta kokën për respekt. O vlla, po nuk i kam rënë, po si kam rënë njëri më qafë më burr. O vendeta. Qa dani e. Ha, e jaj me zët lartë se nuk punon boksi. Mos nëzirë aty, mos nëzirë. Veç me zë? Nëzirë aty. Pa, bëhet qik për zë. Prit, ta mbyll mikrofonin. Që maja qik me zë që. Ha. Pa. A do t'japi motor sharru. Ishte s'dome, ishte. Ma bet serios, am kem prejna herë në bes? Vdek t'ilja si e. Okej, e para. Kur kena shku në Gjermani, si ka qenë puna kur kam taku në këtë Klod Osmanin? Mje luti për dit, hajde, apo m'ka ardhë këm ka kap mu me 15 veta? Po shoku, i sekonde, e para punës jeni. Po të vdekshin me rop shpje, jena qunat me rop qima nëse ke gënjen gjys lafi, ka që po të them? As filloj lafi, ne kena shku në Gjermani, kena shku ta i shoku jot. Po. Edhe morëm hotel. Po. Morëm hotel, edhe më shkujti mu Klodi, do t'akona. A gjon, do t'akona. Po ngjoj, vazhdo fol. Tash a kupton se të shikuj shko tjetër në vend vet aty me thonë se takoj do thotë ai ka frikë, a kupton? Po. Edhe thash unë okay, ta takojmë një orë, por se du me taku njerëz te ti, a kupton? Po. Pa hajde thash unë vaj lesh se është. Mirë, jo. Atë thashun ty, nuk thash s'du me taku njerëz. Të vdek familja po rejnë, atë thashun po lesh e ik thashun. Atë thash, okay, ngjota kujtojon dhe thuj po se jo, nëse rend, t'kam bë bet të vdek të familja në i parit e funit me kancer. Atë kam thënë ti po ike që i takon këta, burse këta janë faca tonë, kanë qef me në takuj, thë shaj merë këta me vete, varikarit. Po, ashtu ke thonë. Okej. Po iki unë para, ta takoj. Ti më the hajde ta takojmë se e njofësh çuni mirë, the ti unë thash jo. Thash është djali mirë, por Unë shkoj flej, vazhdo tregoj çik mohabetin. Edhe dola unë, edhe e takova. Ky ishte me dy çuna tjerë, me dy shokë të vet. Jo, fillim erdhi tek pull ky. E kupton edhe ulem me lokal. Edhe ulëm aty te lokali erdhën nga dy çuna, nga dy shokë të këtij, ta kupton? Po. Edhe aty erdhë edhe ti. Jo, kur erdha unë më mrapa, më theti mu, jam këtu me Klodin, i thash unë ç'a doje, por hajde, aman, hajde. Po. Erdha unë me taku, me pi kafe me ju. Po, erdhe, ule aty tu pi kafe. Ai e bisht, ishte për atë punë për. Gjotash, jo. Më tha mu ai, ore tha ti që e ke çuni mirë, tha po pse në TikTok bën si kardër ti e bën kështu. I thash unë nuk bëj, unë thash jam kardërru. Po shoku ti që ja qifsha rop të rrejtësit e se jetu rrejt. A i thash kështu. Ashtu është, po ti gjithmonë ke thonë mos afro njerëz, po unë ti e di. Okej, erdha unë tash i ulën tavolinë me atë. Po. Ishim unë ti, dy shokët e ti dhe ky. Po.
muhabet aty, ti si dhe shumë muhabet, unë bosha muhabet e kupton me ato çunat aty, netër sa netër edhe ikëm. Ky tha pastaj hajde tha te lokali tha. Po. Hajde ikim te lokali, edhe shkum te lokali që ato tropojan, ato të tjerë. Dhe na pritën shumë mirë ato, ishin shumë njerëz të mirë. Tashi gjë pak. Kur ishim tu este të dy rrugës, nuk ta erdhën çunat e BTS-s na takun, o grecat njoh se rri me stresin e jen. Familjes, aty i the ti se aty si dhe muhabeti aty, na kupton. Po. Unë më si sot. Okej, thash rujt zotin. Tha çapo si rota, ti the bish nuk bëj si ron, po njerëzit që si njoh, a kupton. Am tha mu pse bën si ran, nuk thashun nuk bëj si ran, thash po njerëzit si njoh si flas. Po për kohë familjes. Edhe pastaj ata ishin shumë njerëz të mirë, ishin rob se. Kur shkum, okej, mbaroj kjo, shkumte që u bëm te lokali, u bëm gjithë të veta, erdhën fillim këto dy shokët e stresit, kushëriri stresit, daja stresit që më thamë, o jej, çuni mirë, kena respekt për ty, ne këte e bam bym. Po, kur erdhi Klodi më mrapa pastaj, me këto, thash në shik, unë do iki, thash se s'jam unë të net me këto, e thash vari karin të pikë shu, kati, thash, qa ti bëj këtyre, po mos më nxirr mu me këshu me lloj ropsh, apo jo? Thash shumë, mos më le vetëm, rri këtu se është s'ka lezet, se është. Po, unë thash do iki s'më rrot kari. A thash do iki s'më rrot kari. A i thash atyre o quna i ka ju rujt zoti, jo aman rria, hajde rri qa ke, aman ullu qa do pish qa do. A ishte këshu? Ti ike pastaj, the do ike dhe ike, unë keca aty, edhe mu më tha pastaj Klodi, tha hajde tha se të iki me disko sot, ha kupton, për qef, do dalim klap, tha, ha kupton se, edhe ti ike, unë erdha në shtëpi u lavandrova, thash o gres, do vish, unë do iki me Klodin, thash, ha kupton, se këmboni be, tha ngel hati pas erdha dhe unë, çuni mirë, por unë me drejtën time, ha kupton, se kështu është kur i ditë gjithë si vetja. Edhe shkova atje unë, shkova në disko, marrë unë pupa, se shkum, morëm i shpisës, dhe shë marrë atje në hotel notën, në kupton se është shumë... Ja, se erdhe dhe Semi fiks të muhabeti, o Sem, ke ardhë fiks në muhabet, fiks o Sem, fiks, se po shpjegoj që këtë storin. Edhe ka që vla, edhe i ka asi loj presioni, asi loj gjoja, a kupton, a i o shoku, a i ka bo gabim, i shumë... O vla, i vetëmi muhabet që më tha ky mu, i vetëmi muhabet që më tha ky mu live, a ishte ky muhabet, o sa çuni mirë që e ke ti ne këte pse bën kështu i thash, nuk jam çuni mirë. Unë karder jam dhe në TikTok i thash edhe jashtë TikTokut kush bim qaf. Qeshi. Ne takum jo për frikë shoku, por unë takova nga ty se hajde, po thash çana sjell një erdha me taku. Am tham unë gjë, jo po unë të bëj kështu, unë të bëj ashtu, veç donte me dal me mu. E di pse po ta them këtë muhabet. Ai e di pse tha. Ai më tha mu, tha që Greca kur i arrestutin polici, kur kanë kap ty kur hike ti, Greca është fut me atë Flaurenti ç'është ai, Flaurenti TikTokut, edhe e ke shajti ke thonë që ai e kishte shajt ai Flaurenti me ropa të kishte thonë ti nuk ishte për t'ia qi ropa ai, si ishte djalë i mirë, e kupton. Aty ishte mërzit ai. Nuk e dia kanë kjo gjë as kanë. Por edhe të ketë nodh dhe mos ketë nodh, unë them jo. I thash unë, okay, ti thash unë, se u kujtove me shajt tani live-in tim. Unë të fut për respekt, unë e kam fut për nodh. Tashi e kupton ti ç'a muhabeti bëj këto? Ky pas ka pas te inat që unë e kam shah, unë kam qenë në Gjermani, s'ka bë gjë, bëm këtu na live, ja kupton? Po vlla, ai ndoshta ka pas hallet e veta, ne gjithë kena hallet e tona, po do të ti bim rrobën çfarë. Okej, e di pse bëra këtë. Se ka hedh histori tash i tha, kur ke qenë në Gjermani tha, mu më ka dhënë tha. Kur kam qenë në Gjermani tha, mu më ka dhënë se jemi do baj tha 20.000 euro me të kap ty, tha, unë kam marrë, kam kap me 15 veta tha, edhe pastaj të lashtë thash nuk i dua to lekun tha, nuk pres njeri mbese kështu. Kurse se jemi thot ai është kokra mashtruesi thot. Nuk di gjohën për këtë pjesë. Por e ka hedh story, ja ku e kam story këtu se erdhi dhe Semi, janë 3.000 veta, erdhi dhe Semi, ishte ky story këtu dhe o vllajs. Aty Semi ishte për gjujt, ta kam thonë edhe privat, ishte për gjujt kishte gjujt ai shoku. A kupton? Nuk është nevoja me bë publike se ai që do me traf vjen të bën në Grecë. As nuk o vllaj, Semi, unë e kam thënë dhe e them gjithëve, unë me Semin isha kapi në fillim, kishim kështu në gricje, madje djera ai muhabetu për me thash Semi është burr i mirë, i thash me rob shtëpi e kot, e na ngatru kështu të Semi me dashme më kap mëngjes, drek, dark, para buke mas buke se më njeh gjithë njerëzit, më njeh gjithë rrethin, edhe mos më kap Semi më thënë, hajde këtu i shkoj vet unë Semit. Për zotin i shkoj vet. Ta kam thonë unë privat që Semi më rob shtëpi me lekë që ka, jo që të vret, po të zhduk si njeri. Por nuk është puna për lekë, po nuk është puna për lekë se mi di gjithë njerëzit, a kupton ç'a them? Po them përgjithësi, po ai ishte për ta bota, kishte bot keqen. Pikërisht. Edhe tash ky vjen, tash e kupton ç'a lloj burrash, ç'a do të them ti tash ti po nxjerr veten tatë të mirë,
ti po nxjerr veten tate të mirë këtu Klod, po më thumë më ka dhënë Semi 20.000 euro. Ti kur e bëre si burr, pse se erdhët jo Greca, më ka dhënë filani 20.000 euro, po unë s'pres në bes. Apo tash masim shave ti mua njërin tjetrën, s'ta ka fut Semi ti ose s'ta ka rra Semi, do me shajt Semi, do me nxjerr keq të Semi, do me ma fut dhe mua, gjas me unë po të bëj nder. Jo, s'me bën nder ti mua. Okej. Për mendimin tim o vlla se nuk kam mirë mushane po interneta. Ti sqarohen privat me atë. Po ç'a të bëj o kar? Se s'po i kam ç'a karin bëj. Mori dje telefon, më tha ço lokacionin, ja çova, më tha nuk të vi. Ç'a karin bëj o kar se po shkalloj rrot kari. Shku tjetër ke shtëpia o shoku, ç'a Jo, po si jam u pill rob si shkoj tjetër në shtëpi. Ç'a faj ka mami im dhe babja i? Babja ti se jena në ropçima të dy dhe unë dhe i. Ç'a faj kanë? Se më ka thënë 100 herë shtëpis, mos, ç'a faj kanë atare? Shtëpia ti. Do shkoj në shtëpi, unë do më thoj, ikë s'kam punë me atë, e kam përzi. Do shkoj në shtëpi time, do thoj e kam përzi. Ç'a ti ku ti si ropçim bëj video? Ç'a? Këta s'janë të vërteta këto që e the ti, a kupton? Këto s'janë të vërteta këto që thot ai, që ty aty të ka bo presione, të ka bo gjone, të ka bo kështu, as i gjo bish. A kupton? As i gjo, vires ti e ke taku për mes, s'ke dash me taku. Çdo lloj robi që unë kam nxjerr me taku, ti s'ke dash me taku. A kupton? Po gjithë çam ke nxjerr ti, gjithë çam ke nxjerr e njëjta histori. Ky muhabet me Klodin. Ky muhabet me Klodin, ma nxorri mushi si përfundova tu sha. Ky kur kam shku në Prishtinën, te i Rezarti, ky. O Gret ka shkurit Rezarti, ama ta takojmë se kena ardhur. O shejik, po amanë thash më burr çaj merr këta, por këta janë tipa që duan fami, thash duan audiencë kështu. Ama ta takojmë. Po ikën rrotkar, jo nuk dua mata se na vjen zorën e këtij. Se ky shkreti është kar, me Zotin do me i taku, tha. Po do thoj tha Rezarti ja erdhën Kosovës të takun. Po pse kar thash Kosova e Rezartit është? Nuk do me taku. Ja man hajde. Shku mi takum ne këta, hëngrëm drek, hëngrëm dark me ato çunat e këtij, shokët e këtyre, shkum shpina pritën tamam. Erdhëm ne. U ka po abet audiencë, fillun të msha me robe me fis, njëtën gjë që tha Klodit, kam kap, tha kur ke qenë Gjermani, kështu tha dhe Rezarti, erdhën Kosovë, ju kapa të tretha, rishit se pula, tha tishe iku de luksi, thash, qia rob, qa thoi to mërkar, edhe këm ka njof ky, kështu ka shku gjithmonë, se s'ka faja do, se i bën ky kështu i shkon mrapa. Të shi këtu, se të shi unë u bona shkak që e futa live se unë të kërkoj. Po vlla, jo se u bërë shkak që e futa live, se ai mshau që të komentet e tuja mu. Ne kena humbur bukë, o vlla, edhe unë u bona shkak që e futa atë. Por ai ka bën gabimin më të madh, ka shkel bukën, se hyni live tim, unë do e fut, do e respektu, edhe tu i ndet mirë, jo për frikë, pasha Kur'anin unë nuk e kam frikë. As jote, po as se ti di shumë mirë. Po rria o kar, mos thuj kështu, jo, po mos thuj kështu se do filloj të zihet me ty do të rrafi e kar, se s'ke çaj bën. Po kush do më rraf për çmu, do më rrafi, po çam më rraf mua i më shoh. Ka po s'ka shans i me plek mua me dorë. O kar, po rrie se me rob shtëpisë edhe noshta të kapë, por pam. E respektoj, e fus live si, më thot mua unë kam hallet e mia, thot ju mbinim qaf. Kush të jam qaf ty më bishë, çku kam unë ty me tram qaf. Jo Klod Osmanin, po vdek familja asnjërit po shoku nuk shkon mendja. Okej, se je fikse njëti muhabet që je fikse njëti muhabet, me që kam to 3000 veta. A nisi sherrri kështu mes me edhe Klodit, unë isha live me ty të bë muhabet, me ty me Olsin, Klodit shkruan ty koment do i shi rob Grecës. Vdek nona nuk e kam pa të koment. Okej, në rregull, se ke pak të komentin. Unë Unë s'do ta kisha fut në Gjo pak. Okej. Klodit thot ty do t'i shi rob Grecës në komentet. Unë të pytam, ka sha njëri ti the jo. Okej, the jo. Më mrapa, ju shi gradun e re, pjedh motra, ju shifsha familjet ju shiva rop ngojë re, pjedh ropsha. Gjoni pak tu tash. Ku është Semi? Ose ma je këtu ose man ma qojër live-in po je këtu. Mendimin tim o vlla, gjo këtu. Për mendimin tim leja kohës. Gjo pak. Jo. Ore, kohë, po qa kohë po ore burr. Ose ma do mi japësh ja 5.000 euro borxh. Jo 5. Ose ma do mi japësh ja 5.000 euro borxh. Po sti dhash, paguj 5.000, më rrifen bëj qa dush, veç mi jep 5.000 këto 2-3 ditë. A do mi japësh? Me mi çu borxh sa lek. Për kokë familjes më rrif, në degenero, paguj, më bëj qa dush, ore do të punoj gjithë jetën, veç mi jep këto ditë sa lek borxh, se të mbyllja 2 punë. Po sti dhash, do të them i muj, 2 muj, po 10 kë, po nuk ti dhash, ore më degenero, më bëj qa dush, po sti dhash, po ti kërkoj live publikisht, po je këtu, a ka mundësi me më dhën një 10.000 euro borxh se kam i hall familjar, do bëj babin synet, më duhen 10.000 euro. Qa do bosh re? Digjon qa do bëj, po më duhen se shu kam i hall familjar. A ka mundësi me mi dhën 10.000 euro, po ke zot, po ke dermanor, nuk du me mi fal, me mi dhën borxh, po ti kërkoj se kam i hall. A mundesh me mi dhën? O shoku, i sekond, gjoje, me që ke 3.000 veta aty.
Se e the dhe vetë. Gjopa. Ne me njëri tjetrin. Gjopa. Kari ka familja më shoku, qa lidhe ka familja këtu. Gjopa. Okej, ti tashi si nisi muhabeti me Klodin, që jena që jena deri këtu ku jena. A isha live me ty me Olsin, më shao me komente, të pyta, osha ik, më shao jo. Mu ma qoj moderatori im, ma qoj kushëriri im, ma qoj dhe kapiteni Vlorës, fotot ka shatha. E shofu mesazhin, po prisja, me të thënë drejtën se mi granun, mu po prisja, sa ty në të Klodi, do shaj edhe Klodin, do të shaj edhe ty. Prandaj po të thoja, fute Klodin, Nuk e ka barë me rëfshet. Okej, po të thoja, fute Klodin, ti se ke pa që më ka shkru. Se ke pa që më ka sha, okej, ti e fute Klodin live. Klodi, sa juri live me ty, tha i shirop Grecës e njërën tje, a i kisha bënë i gjë? Jo. Atëherë, qa kam bënë këtu që jena deri këtu sot? A i e ka fajnë në shumë, unë i thash e morën në telefon, i thash o shumë, i ke kërkoj falje, që unë i tu si rem qafë. Merë në WhatsApp, leti shabët e për TikTok-a, hy live, të po si kaja gjoza, vari karim ju po qepin tjeve. Merë kërkoj falje, ti me mu e ke mu betin, ti me mu s'bosh kur, i thash unë. Jo të shkoj ke shpia, tha mu. Ure se shpia nuk shko do ti, i thash o shumë, se janë gjona tjera pas taj, e kupton. I thash ne dy bashkë të shqipna, kur takona, kur të vion, ati kur të marrë punë. A kupton, ka i sneke në lonë si muhabet. I thash edhe me Grecën, o mbyllën si muhabet, ose stopojnë i gjonat, kur të shifën një rrugë gjuni o shoku, kush tjetë më i forti, a kupton. Se i ka ram qaf, dhe i është me drejta në vetë, se i ka ram qaf o shoku. Dhe i që, dhe qose ti, je sigur që dikush të ka ram qaf, ve ka pushin, me ka lashin, shkoj, kape ku tjetë o shoku, a kupton, se nuk shumë. A i eksiston privati, i thashum, se nuk i shkru ti Grecës, si ke shkru ti Grecës në privat, që më ke shajt ti mu me Florendin, ku je di takoj pak, se më ke shajt, po pse futën në për TikTok ati. Po vlla, isha në Gjermani mërbur. Le pa, se mua bet kari, ja ka fut ngrush. O, Sheiko, thot Dindo Gjani rri mirëtës dhe do të hash dajak, do të degeneroj. Le, vla, që mua beti. Qysh leje, qa do i thushere? Unë e kam lënë këtë mua betë, shoku. Ore, dini e Dindo Gjani. Le, më dini në kurse dini, nuk dini më do fort mu, le ti se nuk, le dajakun ti. O Grec. Osem, a je këtu, Osem? A ka mundësi t'jesh këtu, Osem i Dubajt, a je këtu ere? Nga i boni gabim që shkoja ne në lushnje, shoku, nuk shkoja tash. O, vlla, shkoj lushnje, në gjok këtu, shkoj lushnje, ore, jam quni më rëpshim, jam quni më i degenerum nëse unë kam qenë lushnje, jam quni më fisqim nëse unë kam qenë lushnje. Jam, zdi që të them. O, vlla, ti si shkon, ti më thuj mo Grec, ku jenë do të shirop? Po pëser, do në i shkec me shku në Durrës të shi? Ky është në Itali, ku është e iku se do i shirop dhe me ik? Ka në i loj shkence këtu? Ti po më kërkon mua s'po dal. Ti po më kërkon mua s'po dal. Apo më kërkon ti mua dhe s'po dal unë ty. Dhe mendimin ti më shoku, unë t'japi mendim ti po qatë dush. Lej, qamë, lej këto mua bete. A i po filloj zidhen i privat takon e shoku. A i s'vjen takim, qa rri filloj prapë. O vlla, nuk më ha veni o sheik, për kokë fa, nuk më ma veni vde. Kima vlla shaj sa du shokun. Unë i thash ti o shoku apo me vetën të shi, futesh gojt Grecës, e qa Greca familjen, e qa vllajën, e qa nonën, e qa babën, edhe të shi si ke ftyrë ti me dal rrugë. Ore mirë ftyrë, po për denoncu, për çam ka denoncu, ndihet i kërcënuar, për çam ndihet i kërcënuar. Vetëlla të shkoj bjem qaf tjetrit, mi që fut familjen në shame, po shkove denonco tjetrin, le Allah këtë ma bet kari, shif shamon, sa i të kishte në Gjermani, ishte për trat, kishte ra, ishte edhe me çunat aty, ne kishte ra të dyve, a kupton? Hajt takona, tha si burrat flasi me njërën tjetrën, tha takona. Po i thashun hajde, po hajde në Tirani, tha se po të pres, kam thirr dhe ty dhe xhaxhin dhe kështu. Okej, tha ky. Jo, tha, do vi tha tek pull, po mos m'prim bes. Si mos pres be, o do të shiro, të hajde me këtë dushere, si mos m'prim bes. Prit, do të vi tek pull, ngjo këtu ore, do të vi tek pull, po mos prim bes. O vlla, ti hajde këtu, i thash, hajde me këtë dush, mos hajde tek pull. Hajde me këtë dush e takona, po ta çoj lokacionin, i thash, mos shajma në për internet, tha. Po çoj lokacionin, i thash, deri nesër, nuk e ardh, mos më thuj, pse më shave, pse më kape befasi, pse bëre këtë, pse bëre atë, unë po ta bëj si burr. Më tha mu se dia me thënun, kur tha, mos më prim bes, i thoja, po hajde se sprem bes, edhe ta kisha gjujt, ose ai mu, dia me bë dhe kështu, i thash, jo, ke sham, ke i shi ropt, hajde mi shi ropt, ose do t'i shi ropt, kaq. Ja çova lokacionin dhe këtij dhe vllajt, i kam prit deri mëngjes, nuk erdhën. Sot tashi vazhdon avazi, o do vini, o dilni, kërkoni falje se s'ju kam bë asnjë gjëre, se me pas me ju bë gjë, rob pill. Do vija unë 100 herë të thoja falje, se ç'a të bëj? Kur bën gabim robi thot dhe fal. Gabim fal, tashi ti më shave mu, më qive rob, më denoncove, shkove edhe në lushje me korr bar, edhe më thu mu këtu, hajta mbyllim mohabetin.
Unë ja thash o Grec, dile kërkoj falje, thash. Edhe s'ke pun as ma të as për mu. Dile kërkoj falje. Po mirë, Po gabi. po mirë, po mbylli mohabetin me mua, ti çfarë do bësh, se ndoshta të kap ty pastaj. Si do m'kapi mua? Me mbyll mohabetin me mua. Të kap ty vetëm. është mërzit edhe dini, ve. Angjon, Ha. mbyll mohabetin me mua. Të kap ty. Po çfarë do m'kapi mua? Ai ka shkel bukën ti do të m'kapi mua. Po mirë që Kupton ti çfarë? O shoku, çfarë ditin e njëri pa njëri, o shoku, u ka shans me me njëri qafu, o Grec. Po ta ka e ti të shia për O plak. Or ja të kapi, çfarë do bësh? Tek pull me marr me ty. Oj, nuk me dhe ja. Apo ti them kështu, ngjo. Po t'ja bëj kështu orë. Oh, po t'ja bëj kështu, ti them o mbylle me të dy o me asnjërin. Lek të mua betë, sa i të pendua shoku. Lek të mua betë, ai do të kërkoj falje, ku sa i e di që ka po gabi, ai do e kuptoj gabimin. Le të shivaj, lesh ai pej, xhaja vet çfarë rob sot nisë, vit takoj tha mbyllni këto muhabete. E do të futesh Jo, xhaja vet kishte shku me dosjen polici, vllai, kishte çu video të policisë, se isha ose jam polici nesër.